Pyetja e tretë thotë kështu. Jam në Gjermani, punoj në baushtell, a më takon me majt Ramazanin? Baushtell. Ramazani, namazi, Islami nuk lidhet me asnjë profesion. Nuk ka të boje, me thonën, abanun jam hoxh edhe në Ramazan kam shumë angazhime, kam 2-3 derse, du të me falë taravijin, s'kam vak më ngë buke, ka shpinat shko në iftari. Abanun mos maj Ramazan, di se bajke kam agjendën e ngarkume në Ramazan. S'lidhet Ramazani me asnjë farë profesioni. Dhe Ramazani është obligim. Andaj Allahu Azza në Kur'an na e bën me dietën, na thot kutiba aleikum siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum. Shifani subhanallahu ajo porosia hyjnore sa e urtë është. Zoti ma thot ju është obligu juve, u është bo fars e patjetërsueshme agjërimi i Ramazanit. Ashtu si që kanë pas agjërimin e Ramazanit popujt që kanë qenë para josh. Edhe ato kanë punu baushtell, ama dhe ato e kanë pas fars. Edhe ato janë konë njerës, edhe ato kanë agjëru. Edhe ata natën e kanë pas terë, ditën e kanë pas me dritë, ama kanë agjëru. Edhe ata kanë herë ftoft, herë nxehtë, edhe ata kanë agjëru. Nuk mundesh me thonë se valla unë shtash punoj baushtell. Bile, baushtella e ditës sotit është shumë më e lehtë se baushtella që ka qenë në popujt që kanë qenë para nesh. Të merremi vesh. Teknologjia që është në drejtim të lehtësimit të punës ndërtimore është shumë e avancuar dhe shumë parë dhe shumë lehtësime të mëdha ka në këtë drejtim. Përpara cimentin e kanë bërë me kaci 3+1, 3 kacia zall, 1 kaci ciment. Edhe kështu, shtash ka lloj makina që e përzin me tonelate të mëdha, me kubikazhe të shumë të mëdha që ja lehtësojnë betonin, ja lehtësojnë transferin e mallrave, kanë bërë përpara me karroca shumë të vogla, tash ka me krane, me atë. Kur ata se kanë lënë agjërimin, pse ti sot me mendu sepse punon një punë fizike më trontë, dush me lënë agjërimin. Andaj puna në baushtell nuk është arsyetim për braktisën e agjërimit. Dhe mbetet obligim i tyre që të agjërojnë muajin e bekuar të Ramazanit dhe në asnjë formë dhe në asnjë mënyrë nuk ju lejohet atyre dhe nuk guxojnë që të e prishin agjërimin gjatë muajit bekuar të Ramazanit me këto arsyetime që fetarisht nuk mbajnë dhe nuk kalojnë. Shifeni na çështën e agjërimit se kemi marrë nga logjika jonë. Qartë po. Çështja e agjërimit është një adhurim hyjnor që ka zbrit prej qiellit si adhurim. Dhe ati urdhnit hyjnor duhet na më nënshtru. Kjo është Islami. Islami është nënshtrim. Me dëgju çka thot Allahu. Me dëgju çka thot Zoti i Madh. Jo çka thot epshi jot, e çka thot qefi jot. Dhe njeriu i cili do të më agjëru, na dim shumë njerëz, shumë besimtar që punojnë në punë, madje edhe më të rënda se baushtella, agjërojnë. Dhe kemi të tjerë që bëjnë organizimin e gjithë vitit tyre që gjatë muajit bekuar të Ramazanit t'i përkushton Allahut më tepër. Edhe më thonë mu, hoxh, unë punoj 11 muaj për dunjë, 1 muaj punoj për Zot. Në kuptimin që 1 muaj mundohet me organizu pushimin e tij veror, dimror, t'i bën bashkë, t'i kombinon kështu me radhë, që atë 1 muaj t'i përkushtohet Allahut Azza wa Jall. I merr fëmijët me vete, tamamine ka një jetë shumë të relaksume, një stin shumë të relaksume, ka në kuptimi që i merr fëmijët me vete, fal namazën e sabahit në xhami, e han iftarin së bashku familjarisht, syfyrin familjarisht, e bëjnë një vizitë, taravin me një xhami, drejk me një xhami në Ligjërat, në Kindimin në xhamin në Ligjërat, e vizitojnë një familjar, e thrasin një familjar. Ramazani e ka atë shiretin e vet. Nuk guxojmë në Ramazanin edhe me zbez guxojmë që me bo Ramazanin në formë motorike. Çun syfir habuk, do të ripa buk deri në iftar, edhe çel iftar, edhe
s'ka lezet Ramazani në këtë formë nëse na e kuptojmë kështu në këtë formë. Ramazani i ka ato shijet e veta, i ka ato dimenzionet dhe bukurit e veta që na me do e mos duhet t'i ruajmë dhe duhet t'i kultivojmë mes vete. Edhe këto mesazhe duhet të i përcjellim. Por ju themi vëllezërve tonë, vallahi, neve në rastis me taku njerëz që për arsye dhe për 100 arsye ju lejohet mos me prish agjerimin. E kur e prishin, thot me vaj e prishin agjerimin. Tu vajton. Vallahi na ka ndodhur vakin në klinikën e Bit Pazarit, njeri është alivanos, kur e kemi zgju, do thot kur e kemi lag me ujë, parën pyetje që e ka pas, ka pyet ku jam, se ka ditë ku është. Mos ma keni prish vaj agjerimin. Pa më dhe çfarë gajle ka. Ç'kti edhe i lejohet me prish agjerimin edhe arsjetohet me prish. Mos ka gabu dikush se s'ja bëj kur halal, nëse më keni dhënë ujë me pi. Se s'ka qenë vetdije, para më dhe çfarë gajle ka. Kjo tregon se njeriu kur dashurohet në një adhurim, ai s'mund të jetojë pa atë adhurim. S'mund ta paramendon ditën pa atë adhurim. Asnjë parashton pyetje. Asnjë parashton pyetje. Nuk është problemi se puna është e rëndë apo është e lehtë. A është nxehtë, a është ftoftë, dita është e gjatë, a është e shkurtë. Nuk është problemi aty. Problemi esencial të agjerimit dhe çdo adhurim tjetër është sa jemi na dashurum të agjerim. Ta adhurim, sa e shijojmë. Kur ta shijojmë, kur ta dashurojmë, s'ka pengesë që na që mundet me qenë shkak që me na largu nga praktikimi dhe realizimi i atij adhurimi. Këtu fillon zona filla, jo se puna e rëndë është. Jo se ka ndonjë vështirësi të thotë reale. Po ka mungesë të kuptimit të vlerës së agjerimit. Edhe ai si person nuk është mishëruar me këtë adhurim. Andaj shpesh unë njerëzve që më parashtrojnë pyetje tham, është mirë me lexu për vlerën e agjerimit. Ti vesh kur ta kuptosh. Se qatë ditë agjerimi, mundët Allahu ty një iftar, me të liru nga zjarmi i xhenemit, e me të bo banor xheneti, jo, ba u shtel me dug, me gjithë këtë teknologji. Allah me t'i dhonë, ka 2 thas qiment, ka 50 kg mi bajt, në qaf kimi bajt, veç kur të shkoj menja se unë e sonte mu me fitu xhenetin. Me shpëtu nga tortura e xhenemit. Po, me shpëtu nga tortura e xhenemit edhe me u liru për gjithmonë nga jo breng, çdo besimtare ka. 2000 qaf. Si një edhe 3 i ban. Kur kemi motivim, ama. Pa, dhe vo. Kur s'kemi motivim, kur mendon se agjerimi është një adhurim që duhet mu çon se firme bon jetë edhe me net pa buk deri në iftar. Prandaj sa shpjegim i zbet i agjerimit. Shumë shpjegim i zbet edhe është shpjegimi i cili si motivon njerëzit me agjeru edhe ai thot ka një therr që a ban ta prish agjerimin, hoxh mu thi thoja dhe a lejohet me prish agjerimin. Dhe pyetje na vin, po. Po dhe pyetje banale veç do me gjetë behone si me abo qarën me prish agjerim. Po agjerimi është mes te dhe Allahut. Ti si dush edhe prishe? Pa ma shpërblimi? Në s'kemi, o gjallarë s'majnë kam gjik, me shtindikan me zonë ma gjërë, na të regëm si qka është. Sa shpërblimi i madhë që është. Edhe qëfar humba i cilë nuk ka gjëran? A qëfar fiton? Ti kush më thote, po mirë të regëm qëka fiton a i qa gjëran? Asën se di. Si be o që se di. Se Allah i madhë ka thonë, kras kritë që atimve që i tregojmë në o gjallarë, sa se vape madhë ma gjëru, Allah o thotë, ja, unë e kam e shpërblej agjeruesi. Zoti i madh thotë, unë do ta shpërblej agjeruesi, thotë ka diçka që është surprizë për agjeruesi. Allahu Akbar. Subhanallah. Ku me di çka është ajo? Ku me di çka është? Ndoshta është edhe hinin xhenet pa llogari. Ai veç Allah e di atë. Kush mundet me ndal atë Zot? Edhe ajo është Allah e ka lënë surprizë. Që ta bën me di se kjo është për te imagjinatës tënde. Ma si ti te imagjinu me thonën hini ben xhenet. Jo, kjo diçka më shumë, se imagjinata jote atë që ka përgatitur Zoti, ki truni on i vogël se ne kape, se ne akceptoj. Se i vogël, atë shka hardiski atë zën. Ajo diçka mega, diçka e pa imagjinueshme për besimtare. Të veç të mendojsh, edhe
more me handhom, hekrin, qimentën, blokin shakatit, si ndin, sikur se ndodh me shumë besimtar tjerë, që kënaqen tu agjeruar, tu punu. Fare si Asje e bëjnë muhabet. bëjnë muhabet, çfarë? Nuk Veç Hoxha, nuk e diskutojmë vela. një gjë duhet ta kemi parasysh. Ai që punon në Baushtell, çohet në sabah, shkon punon edhe agjeron. Ka më shumë se vopse ki qetit që flenjë në 12 kërhat. Edhe të ditë janë agjerus. Është në rregull kjo, po të Pa pyes. dyshim, se thot pejgamberi Sallallahu el-ajru qadr al-mashaqqa. Shpërblimi është në bazë të vështirësive që i përjeton dhe shijon robi. Natyrisht. Dhe na sado që flasim për këtë shembull të kimit të zbet. Do të besoni që ka njerëz në Evropë, ka njerëz te na, që me tregu se në çfarë rrethona agjerojnë, po unë e kam një shok timin të vegjëlis, punon të shkritore, të zhelezare. E koron. E korona. Zhelezare ka emrin ajo. Ashtu e ka emrin. Do më thonë, ka agjerus edhe aty në atë nxeftin e madh. Janë nxeftin e madh. Ka agjerus që agjerojnë ta e vendi ku shkrihet hekri. Ku të lejohet një kohë shumë të shkurtë me ndejt aty me skafandera të veçantë, të veshur me skafandera të veçantë, me rroba, do thot me azbes, që është kundra djegjes, se me këto rroba me shku aty digjen këto. Ato janë rezistuese në disa gradë, nuk dhezën ato rrobat. Dhe aty lejohet një kohë shumë të shkurtë me ndejt. Është një xhamati jonë te Isabeon, një mik kemi prej Vegjëlis, njihemi me të. Edhe me nxemë kom rahmetullah. Ai tregon çati punon dhe agjeron. Edhe fal namaz, fal taravih, agjeron. Normal sikur gjithë na funksionon. Nuk merr pushim në Ramazan. Ço shumë, pse se më mundem me marr, po s'du me marr valla. S'du me mendu se neve agjerimin na do psa. Tu jam më i fort bile ndiem në Ramazan. Kur agjerojnë ndiem më i kthjellët, Ma i fuqishëm. fuqishëm. Këshiram, kur ta thush për agjerimin duke diçish o xha ndreq. Me shku te nutricisti, ai tregon dush kështu dietë, ama dieti thëna se me dietë, po bosh më i fort, bosh më i kthjellët, bosh më fit, bosh më fancy kështu ashtu, kit në rregull. Ama kur thot hoxha me agjerim, se më njët bjet fekt, më njët smush, këtë te prap mundon me komentu. Po çmimin Nobel e fitoja japonezi. Po. Shtash, 2017-18. Se për me ros zaefte për shëndet agjerimi. Do më thonë, nejse, nuk tha Ramazani, po thot me agjeru ko pas ko,